Mirë se erdhët, ja të kemi në rrezen ton me një mjek të njohur ginekolog, I cili flet me pasion, ka një jetë të tërë që merret me ginekologjin, është pasioni I tij edhe padyshim I ftuar në panele të ndryshme televizive, di çfarë thotë dhe sigurisht këshillat e tij janë vërtet për t'u marrë në konsiderat. Është profesor Shkëlqim Balili, mirë se erdhët, kënaqësi që jeni këtu në Rrezet Dielli. Dhe unë ju falenderoj, kam kënaqësinë sot që kam ardhur këtë televizion dhe mendoj që është një gjë shumë e madhe që keni ftuar dhe ju falenderoj përzemërsisht. Kënaqësia është e gjitha e jona, nuk mund të rri pa ju përmendur këto bizhut që mbani në gishtat tuaj, janë shumë të veçanta. Unë kam kënaqësinë që të kemi kam në dy gur, një të zi, një kënaqësinë të time kuq. që të mbaj, kam kënaqësi për orët, edhe kam e disa ora, edhe unazat, dhe unë jam musliman Bektashi, dhe unë jam rritur me njerëzit e fesë time, me babalard, dhe shikonja që ata mbanin unaza të mëdha dhe kjo guri e shill tregon që ne jemi Bektashi. Duke si e zezë. Si e shill. Dhe kjo ngjyra më pëlqen kjo ngjyra dhe unazat I kam, megjithse kam gjithmonë duke punuar, duke vizituar I heq, kupton se në operacione dhe në këto nuk përdoren, po kam qef që dorën pa unazat mos ta kem. E kemi këtë të përbashkët, se dhe unë I kam shumë qef unazat edhe nuk I dua të vogla, I duan çik të mëdha, me fjalë unë dua unaza siç mbante sultani. Ata sultanë që kanë pasur dhe harem të madh. Të japin kështu një lloj vetë besimi. Ata kishin unaza shumë të bukura. Bile po shkova në një Turqi do gjej një unazë ajo. Doktor, një jetë të tërë ginekolog. Në pas kaq vitesh, si e shihni këtë profesion? Do ta kishit zgjedhur përsëri? Unë do të hap kështu. Ky është profesioni më I bukur në botë. Ka profesione nga gjitha. Unë për shembull mund të isha ekskavatorist duke punuar në rrugën e Arbrit. Por ama mjeku ka një gjë. Mjeku duhet të jetë I veçantë. Mjeku duhet të ketë një fizionomin e vetë, duhet të ketë intuitën e vetë, duhet të ketë respektin, dashurin, humanizmin dhe në fund empatin për njeriu. Dhe mundësisht të gjithë hallet e veta t'i lërë mbrapa krave dhe mundësisht të shkoj me duar të ngrohta ka I smuri, sepse I smuri ose shëndeti më mirë them, është pasuria më e madhe e njeriut. Kështu që mjeku është I veçantë. A ka sot këtë e gjejmë empatin tek mjekët sot? Urdhë? Empatin që ju përmendët. E gjejmë sot tek mjekët apo është zgjetur? Unë po ju them një gjë. Unë jam bërë mjek nga mamaja ime. Unë kam jetuar në Leprak, kam pasur baban tim nga Përmeti, unë jam përmetar, maman tim e kisha nga Skrapari, dhe 3 motra. Dhe unë isha I madhi. Dhe natyrisht me pak vështirësi, unë mbarova fakultetin e mjekësisë, po që në kohën e fakultetit mjekësisë, mamaja ime në atë kohë ishte në menopauzë. Dhe unë isha student, natyrisht nuk kisha idenë si që është menopauza tani dhe koha përpara ka qenë çik më ndryshe. Sa arrit një moment dhe baba I më tha, do ta shërojmë ne maman tënde apo jo, se ka shumë shqetësime, kishte pa gjumësi, kishte afshet nxehtat, tëra problemet që ka menopauza. Dhe që në Francë I thoshin stuhia hormonale ose klimaksi. Dhe në këto momente, mamaja ime donte që unë bësha mjek patjetër. Dhe baba ime ka thënë një fjalë shumë interesante, që do t'ja u them sot. Ditën që mora diplomën, unë kisha dhe gjyshin gjallë, ditën që mora diplomën, gjyshin më hapë portofolin Zorit sa që ndarka dhe tha, të bëjmë në një gjë. Dhe baba ime më mblodhi dhe më tha 2 fjalë. Dëgjoj, tani që dole mjek tha, unë do të them një fjalë të mbashmën derisa ti është gjallë. Ti tha, origjinën e ke fshatar I varfër.
nga gosnishti përmetit. Supin, dorë në sup do t'ja vësh të gjithë njerëzve për të ndihmuar, por asnjëherë mos harro origjinën nga ke ardhur. Dhe e dyta, të lutem, koka i dhe mjësoj dhe punëtorit dhe ministrit. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Besoj me këtë parull të babait keni esur dhe ju ka shoqëruar gjithë jetën në punën tuaj. Dhe unë përfundimisht pas pak vështirësive kam shkuar në fakultet me 3 muaj vonesë, sepse nuk më dilte drejt e studimit. Dhe kur shkova, kur ngjita shkallën e parë, të tërë më dukun si filozof, por edhe mbas 3 muaj. Dhe kur mborova mjek, me thënë drejtën, nuk kisha ginekolog, nuk kisha caktuar ginekolog, kisha caktuar për mjek neurolog në një klinik në vend të një doktoreshe që u bë profesoresh në universitet, Luldieta Leshi, unë zura vendin e saj. Por më vonë, mbas një disa muajsh, një vit i kështu, drejtori i maternitetit kërkonte djem, i kishte shkuar 5 goca për specializim. Edhe ai po ndiqte gruan e shefit kuadrit të komitetit ekzekutiv. Dhe tha, gruan e ke mirë, zëmbra e fëmijës është mirë, është mrekulli, po unë kam i hallë, qa, të dua 5 quna. Edhe ai tha, ik në spital me qitë durë, sepse jam unë ai që të ndëroj. Edhe mua më mbori. Dikur kishit më shumë punë, për shembull, si mjek ginekolog, sepse kishte më shumë lindje. Po, unë nuk kishe shkuar mendja kur mua. Dhe unë, kur nuk vajta atje të mene një 5.000 lekë që na jepnin, unë thash ku jam. Më thanë që nuk jenë rreth me zje gjeda, që isha maternitet. U shqetësova shumë, nuk desha, pastaj. Doktor, tani, ndër kaq vite sa keni si mjek ginekolog, do doja të dija shumë çifte në ditët e sotme përballen me infertilitetin, me problemet për të sjellë në jetë një fëmijë. Po, do të them edhe një parantezë të vogël. Gjatë gjithë kohës time të specializimit, edhe këtu dhe jashtë, unë ginekologjia bëhet nga 2 degë, obstetrik dhe ginekologji. Dhe unë rash në dashuri me obstetrikën. Do me thënë, unë nga momenti i takimit të 2 qelizave, një baba dhe një mama, që krijojnë një qeliz që quhet zigot, dhe që quhet individ i ri, dhe që kjo zigot zbret në uterus, dhe gjen vendin e vet, fiksohet, implantohet, zhvillohet, nga ajo, si themi ne, trofoblasti, krijon blastulën, të gjitha dhe krijohet embrioni, nga embrioni krijohet fetusi, nga fetusi krijohet lindja në fund, në mas 9 muajsh, gjithë kjo periudhë është e jashtëzakonshme, është një biologji e dhënë nga Zoti dhe në çdo shtatzani gruaja lulëson. Shtatzania është saksia ku zhvillohet trëndafili. Lulja. Dhe çdo shtatzani e regjeneron, e rinon, e zhvillon dhe e bën gruan me energji, me një ripërtritje hormonale të jashtëzakonshme. Sepse vetë shtatzania është një zhvillim hormonal i hormoneve të ciklit menstrual që e përgatisin gruan për shtatzani dhe çdo cikël ka një qëllim. Cikli është një dhuratë e madhe. Se ditën e 14 krijohet shtatzania. Dhe ditën e 14 gruaja bëhet më karine, bëhet më do seksin. Dhe mua më vjen keq që gratë në Shqipëri dhe vajzat janë në periudhën e riprodhimit nuk din ku kanë ovulacionin. Ovulacioni është aftësia. Edhe një gjë tjetër do t'ju them. Zoti i ka ndarë gjërat. Femrat, të gjitha femrat, kanë një numër vezësh të caktuar që lind që në jetën embrionale, që në jetën që në 20 javë. Dhe lindin me këtë grup vezësh. Dhe këto vezë nga puberteti, që fillon puberteti, që është një fakultet, që i them, dhe deri në fund të jetës së riprodhimit to konsumohen. Çdo kohë 15, 12, 20 vezë, dhe nga këto vezë gjëra bëhet dominante dhe ditë 14 ovulon, bëhet gati e pjekur. Kështu që të gjitha gratë duhet ndihen ovulacionin. Dhe obstetrika është ajo që zhvillon lindjen. Dhe ginekologjia është infeksion. Unë
ke infertiliteti që më thoni ju, këtë gjë kam parasysh. Pacientët që më vinë, unë i shikoj në qelisë. Dhe them, kjo vajzë e re, në kulmin e jetës, në moshën më të mirë biologjike, si ka mundësi që nuk ngelet shtatzane. Dhe ky djalë, 32 vjeç, 35 vjeç, pse? Ideja është kjo. Ne kemi dy faktorë. Është faktori mosh, është faktori kohë. Pra, unë po ju themi gjë, kur unë isha 35 vjeç, apo 30 vjeç doktor në maternitet, unë kam pritur 35 lindje dhe kam bërë 5 operacione. Sot sa ka shkuar ky numër? Sot janë 8 lindje e 10 operacione. Nuk e di sa mund të jenë. Dhe kanë gjë tjetër karakteristike. Mosha në cilin vini gratë ishte 22, 25, 27, 29. Dërsa tani? Sot, unë e kam thënë një bisedë për para dhe bëri buj. Vezët, gjdo muaj, 400 vezë mund të kesh, 500 vezë mund të kesh gjatë gjithë jetës. Por kjo nuk është e caktuar. Menopauza dhe riprodhimi është unik. Vezët kanë një numër caktuar dhe jo të gjitha gratë kanë një numër caktuar vezësh. Kështu që unë mendoj që për gratë që duan doktoraturën, që duan të kenë profesionin, edhe lëm pas këtë pjesën e karierën e tjera, duhet të prekupohen së pari për shtatzanin, sepse po kaloj mosha mbi 30, unë kam thënë një gjë. Në qoftë se është mosha 30, kohën e ke për të lindur vetëm një vit. Dhe në këtë kohë veza që ndorë 24 orë në dritaren e pjellëshmërisë. Ama nëse jetë 35 vjeç, koha është 6 muaj dhe ora është reduktuar është vetëm 12 orë. Ama në qoftë se jetë 23 vjeç, 25 vjeç, kohën e ke 3 muaj dhe vështirësia për të ngelur është qikë me madhe. Kështu që në këtë raste në infertilitet, unë kam parë moshën. Pra mosha që është faktor kryesor? Kohën. Dhe kam parë një kohësi dhe faktor të tjerë që janë infeksionet ginekologjike, janë ndryshimet të shumta, janë disbalancat hormonale. Unë po ju them, kyçi dhe thelbi i shëndetit femëror është dieta. Ka shumë paciente që unë i shikoj me një patologji hormonale, si që është ovari polikistik. Ovari polikistik do të thotë që të kesh një amenore ose një munges cikli të të vijë çdo 3 muaj, ose maksimale vonesë është 3 muaj, dhe të kesh vërshimin e hormoneve mashkullore në gjak, dhe të kesh vezët në vezore në formën e margaritarit që shikon me ekografi ose me rezonancë, dhe këto vezë nuk dalë janë të burgosura. Po të gjitha këto, a i sjellin ushqimet që konsumojmë, ajri që thithim, stresi, pra janë edhe këto faktorët e tjerë kryesor që dominojnë pikërisht në këtë disbalancën hormonale që ju përmendët. Atëre përgjigja është kjo. Ne sot jetojmë në një periudhë dhe në një epokë shumë të rrezikshme. Ne sot kemi faktor toksina, përmbajtje kimike, hormonale, të cilat mbajnë një emër dhe po të doni shikojnë edhe në kompjuter, që qënë ksenoestrogen. Dhe ksenoestrogenet kanë një veti, imitojnë në mënyrë të plot estrogenet që prodhohen nga vezorja. Dhe këto janë lëndë kimike, dhe këto sa po futen, kapin në receptorët e oksigjen, të estrogenëve, dhe këto japin një çrregullim total të aftësisë për të maturuar vezën dhe për të mbajtur shtatzanin. Ne kemi problematika të cilat vinë dhe unë mendoj që nga më kryesorët, kyçi më kryesor, thelbi më kryesor është dieta. Dhe të gjitha gratë që marrin ushqimet përpunuara, që marrin ushqime të shpejta, që marrin ushqime të paketuara, që marrin ushqime të përpunuara të mishit, sallamit, suxhukut, të gjitha, picet, Coca-Colat, unë habitem në televizor në njerë, që japin ca fast food dhe që japin Coca-Cola mbrapa, pijet e sheqerosura, Coca-Colat, makaronat, orizi, tërshëra dhe të tje brumrat e tjera, edhe këto ëmbëlsirat, byrekrat, janë të gjitha që japin një disbalancë hormonale. Fitimi peshës, pesha
dhe gjatësia janë etalon biologjik i njeriut. Po? Njeriu duhet ketë një gjatësi normale, sa që ka vëzoti, ama pesha do tjetë 3-4 kg në gjatësi. Unë shikoj sot në rrugë vajza që kanë një kthes të madhe në ke gjoksi, që janë estrogenët, shikoj një kthes ke vithet, shikoj një ngarkes yndyrore ke barku, dhe të gjitha këto vinë nga ksenoestrogenët. Veç këtyre ksenoestrogenëve janë pesticidet, fungocidet, herbicidet, të gjitha detergjentët e shtëpisë, të gjitha lëndët kimike, dhe i kuq i buzës është me lëndë kimike. Të gjitha këto. Unë shikoj të rinjt në Tiranë, më vjen shumë keq, nuk di si ti të imagjinoj. Të gjithë ulen dhe hanë fast food, me hunë deri me vish deri, të gjithë hanë ushqimet përpunuara, të gjithë hanë vetëm pizzat. Dhe ne, esencën, trupi njeriut ka 2 tru. Truri parë është sistemi nervor qendror. Dhe në zorë është truri dytë. Trupi dytë është zora e trash. Dhe ne kemi qindra trilion mikrobesh, mikroorganizmesh, dhe vagina ka të veçanta, pra ankarat kanë 2 mikrobioma. Dhe kjo mikrobiom, nëse unë ha pizza dhe Coca-Cola, do të rrisë ato bakteret e këqija. Të ushqim vazhdo. Sepse atë kërkon vetë bakteri. Dieta është kryesore. Uji, plastikat, proceset e bukurisë, proceset e kozmetikës, këto, unë sot nuk bëj kur. Unë përdor vetëm uthull e molle. Uthull e mollës është ilaçi numër 1 për djersën, për flokët, për lëkurën dhe limoni. Të gjitha lëndët që përdoren për të larë vaginën, të gjitha lëndët që përdoren për të futur në vaginë, të gjitha ovullat që kanë antibiotik, të gjitha preparatet farmaceutike dhe kozmetike janë të dëmshme. Vagina pastrohet vetë. Vagina duhet mbajtur e lumtur. Që do të thotë nuk duhet përdoren detergjent për larjen e saj? Absolutisht, bile dhe për të fshirë. Ka shumë gra që fshin nga mbrapa përpara. Absolutisht jo. Vagina dhe kur të lash, duhet të lash në stol, sepse gjithë meturinat shkojnë në vaginë. Vagina është e pastërt, vagina ka formën e një fizarmonike, ka kodra të bukura dhe thellime, dhe ky ndryshim morfologjik është që ndodh në menopauzë dhe që jep problematika pastaj në. Te këtu do të ndalemi tani, te kjo stuhje e madhe hormonale që ndodh te gratë në menopauzë, e cila ndikon pastaj edhe në marrëdhëniet intime me partnerin. E 2 fjalë do të them përpara. Përpara se ta shpjegojmë këtë, unë dua të jap një informacion shumë të shkurtër se ç'është menopauza. Ne kemi 4 lloj formash të menopauzës. E para është premenopauzë. Që fillon në cilën moshë? Premenopauza fillon me pubertet deri në momentin kur fillon dhe çrregullohen në periudhën e riprodhimit, kur fillon dhe çrregullohet cikli. Pra, kjo quhet si premenopauzë. Dhe kjo e ka burimin ke hormonet, gjithmonë ke hormonet. Ne kemi hipotalamusin dhe hipofizën, e cila prodhon një hormon që quhet FSHLH. Këto të dyja stimulojnë vezorin dhe vezorja prodhon 2 hormone shumë të rëndësishme, estrogenin dhe progesteronin. Estrogeni është trupi, është gjoksi, është beli, është fytyra, është floku, është syri, është dinamizmi, është pamja femrës, sidomos tash ti je vesh me të kuqe, kjo është gjë e madhe shumë. Progesteroni. Do të kemë në nivel të duhur estrogenin. Jo ke normal. Progesteroni është hormoni i qetësisë, i hormoni i gjumit, hormoni i kënaqësisë, hormoni i shtatzanisë, që lidh të jetën. Dhe kjo hormon quhet hormoni i lumturisë. Të gjitha gratë që më vinë atje dhe kanë ngarkesë dhjamore dhe që janë me menopauzë dhe kanë shqetësime shumë, unë them që mungon hormoni i lumturisë. A thon kush hormon është? Tani, kjo është menopauzë e parë. Njëti serotonina, po flasim në aspektin hormonal të grave, është premenopauzë, para se të hysh menopauzë, ose periudha e tranzicionit, që të qonë menopauzë, kjo është periudha e tranzicionit. Dhe sot, si rezultati këtyre ksenoestrogenëve, nëse shumë vite përpara kjo fillon të 45-55, sot ka ndryshuar. Sot është 35-45. Pra, sot premenopauza fillon 35 vjeç. Dhe unë disave ju them, në momenti kur ti ke veshur një fustan të bukur, dhe del jashtë në energji, shikon që ti gëllon menopauza në mesin e 30-ave ose të 40-ave. Dhe kjo menopauzë
quhet transicion dhe zgjat 4-7 deri në 10 vjet. Po. E treta, nga një shifër në kalendar, pas së cilës për 12 muaj rresht nuk të vjen cikli, kjo quhet menopauzë. Pra ke hyrë në menopauzë të plot, menopauzë. Këtu do të ndalemi, me njerë pas publicitetit, rikthehemi se si ndryshojnë marrëdhëniet intime, pra seksi gjatë periudhës së menopauzës te gratë.